Nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt Mirëmëngjes Shkodër. Përshëndetemi në këtë mëngjes duke ju uruar një ditë të mbarë dhe me gëzime. Sot në studio unë jam së bashku me dy përfaqësuese, do t'i quaja, të shkollës të gjimnazit jo publik Skutari. Pikërisht në ditët e festave kombëtare, në këtë gjimnaz ka patur aktivitetet të bukura, ndër të cilat realizimi i pjesëve të një filmi Nëntori i dytë, i cili natyrisht lë gjurmë në jetën e nxënësve të kësaj shkolle, por duke u ndalur pikërisht në një faqe të ndritur të historisë, siç është shpallja e pavarësisë. Ai shënon natyrisht një ndër vëmendjet e shtuara të nxënësve në formimin e tyre dhe në njohuritë mbi pikërisht këtë ngjarje të madhe, duke i përjetuar vetë së brendshmi në interpretimin e këtij filmi. Me mua sot në studio është mësuesja Seriana Uruçi dhe nxënësja Alkea Ara. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur. Falenderojmë për ftesën. Natyrisht tani që keni realizuar këtë projekt të bukur artistik, por jo vetëm në kuadrin e festave kombëtare keni realizuar edhe një ekspozit për cilën do flasim. Unë mendoj se është diçka e bukur që ka pasur një interesim të veçantë, apo jo? Po, patjetër. Në fakt, i gjithë projekti ishte një rëndësie shumë veçantë, qoftë edhe për ditën që përkohte, por edhe për atë që ne zgjollëm me bë dhe me sjell këtë herë me nxënësit e shkollës tonë. Është diçka mbreslënse kur thuhet keni xhiruar pjesë të filmit. Si lindi kjo ide? Si u përqafua? Si kishte piknisjen? Në fakt, duke marrë parasysh situatën ku nollena, për shkak të pandemisë, këto koncertet e zakonshme që zhvillohen nëpër shkolla nuk ishin të lejume. Ne zgjollëm në fakt me bë diçka tjetër. Si ide në fakt ishte erdhi nga drejtoria e shkollës, nga zonja Aurela Serregji, ku përshëndesim. Rastin ta falenderoj, sepse ajo është gjithmonë që na mbështet në çdo nisëm tonë, në çdo projekt tonë, qoftë projekt shkollor, qoftë edhe artistik, siç ishte ky. Përshëndesim zonjën Aurela për mbështetjen dhe për çdo gjë që ka dhënë në realizimin e këtij projekti. Është një forcë shumë e madhe për shkollën tonë. Nxënësit janë, më thonë, diçka shumë e veçantë, më thoj zati pjesa se kur bëhet diçka e madhe, normal ka një peshë. Sado e vogël, sado e madhe tjetë, është një peshë, më thoj zati. Natyrisht. Drejtoria, Zysha Aurela dhe zyshat e stafit të gjimnazit Skutari na kanë dhënë një mbështetje dhe një forcë shumë të madhe për me arrit diçka të bukur dhe pozitive. Dhe ideja lindi. Po. Si u mbështet, si u përhap, si u përqafua kjo ide? Ne në fakt mendojmë me bë një video, por pastaj duke duke pas që mund të realizoshim diçka ndryshe, atëherë na shkoi mendja te filmi. Duken se ka shumë pak filma shqiptar që i dedikohen shpalljes pavarësisë, mund thona që ka 3. Ne zgjollëm këtë Nëntorin e dytë, me që ishte pak më shumë përfaqësues dhe mund të ishte më i thjeshtë për me u interpretu nga fëmijët. Ne zgjollëm atë në bashkëpunim me zyshat e tjera, zgjollëm disa nga pjesët kryesore të filmit dhe i morme, i përshtatme, zgjollëm po ashtu edhe fëmijët, evidentume ato fëmijë që janë pak më tepër ekspresiv, sepse ne normalisht punojmë çdo ditë me ta edhe i njohim si nga ana e karakterit, edhe sa mund të jenë ato le të thona serioze të përkushtuar në këtë punë, sepse doshim që edhe produkti final të ishte sa më i mirë. Dhe filluam me provat. Pothuajse në një javë jena marrë çdo ditë intensivisht me fëmijët. Kena punu që të mësoshin fragmentet, të përshtatshim rolin. Si përzgjodhet, sepse filmi është një vepër madhore, do ta quaja, dhe ju të merrnit pjesë që kanë peshë emocionale dhe peshë në vijimsinë e curisë, atij akti shumë të rëndësishëm për historinë e Shqipërisë, siç është shpallja pavarësisë, nuk është edhe krejt e thjeshtë, ka një përgjegjësi të veçantë, apo jo, edhe jo vetëm artistike, po në radhë të parë që lindet pikërisht me historinë. Në fakt, kontingjenti i nxënësave në shkollën tonë mundem me thënë që është një kontingjent shumë i mirë. Kena fëmijë shumë serioze, fëmijë të përkushtuar dhe që janë gati, po thona,
me marë për sipër role të thjeshta, më thonë atë në likume si që ishte në këtë rast, ose pak ma sfiduse për ta. Ne përzgjollëm disa, ja propozume si ide, në fakt ishte e çuditshme edhe për ne që ata pranunen atë shpejt, duke pas parasysh që janë adoleshenta, kanë dhe komplekset e tyre në këtë moshë, ato pranunen, ne pastaj vazhduam me punën, u morëm me ta, edhe besoj që... Alkeja si erdhi tek ti për shembull, sepse je aktivizuar në këtë film. Për një nxënësit, kur na jepet një detyrë kaq e rëndësishme, është një krenari, mund të thojmë ne, sepse filmi Nëntori i dytë është një film që përshkruan shumë mirë historinë e Shqipërisë dhe secili shqiptar duhet mu ditë edhe duhet me ngjall një ndjenjë patriotizmi në këtë pjesë. Dhe normal ne na tu afru një, do të thonë kalu me një periudhë festash, festën e Adheut, që është një festë shumë e bukur dhe shumë e rëndësishme për Shqipërinë, dhe parin kryesor në shkollën tonë është që gjanat më bë me dëshirë, me vullnet edhe me pasion. Dhe nga që nuk na mungojnë kur këto 3 pika kryesore, kena prit shumë mirë, edhe nga që jena mësu me këto 3 gjana, ne kena bë mendoj një film shumë të mirë, një pjesë filmi shumë të mirë, edhe që kanë gjallë. Kur profesoreshat ose drejtoresha ju tha që si mendoni, a jeni të gatshëm të luani në një film ose në pjesët e një filmi madhor, siç është Nëntori i dytë, për ta risjell? Çfarë ndjet ju? E përqafuat me njëherë, kishit të gjithë dëshirë të merrni pjesë? Si ishte kjo atmosferë tek ju? Patjetër që tonë kishim dëshirë me marrë pjesë, sepse thashë që është një film shumë i rëndësishëm edhe ka që nuk është bën ndonjëherë me ndajun, edhe ishim në thojza të parë që nërmor me një hap tillë për me bën një film të tillë, diçka të tillë, edhe ishte diçka veçantë, diçka e re, edhe gjërat e reja janë të bukura besoj. Profesoreshe, kishit të vështirë të selektoshit pjesëmarrësit, sepse dëshirat rinore janë natyrisht shumë të mëdha. Ne në fakt përzgjollëm një grup nxënësish dhe mandej kena selektu atë pjesën që ju përshtatte më shumë rolit. Sepse normalisht duhet kena një numër njëherë të konsiderueshëm për me pas se kujt i rin roli po thona më mirë. Nuk munden ndoshta me zgjedh 1 apo 2, e pastaj mos më shku diçka si duhet, kështu që ja rritme dhe besoj kena dalë me sukses. Secili ka një tipar dallus që ndoshta ju përshtatet shumë rolit edhe pse jo. Ato pjesë ju i risollet duke i parë, duke i përshtatur, si ishte puna me regjin tashmë, sepse u zgjodhen elementet, ju pastaj si vijuat punën? Ne në fakt kena zgjallë pjesë kryesore, normalisht ja kena dorëzuar secilit prej fëmijëve rolin dhe pjesën që ka pasur për me mësu, fragmentin që ka pasur përgatit, i kena inskenu në shkollë lëvizjet, ato do të bashin film, dhe pastaj mendimin e një miku ton kameraman kena arrit me bë edhe filmimin dhe xhirimet, që normalisht pastaj ishte edhe pjesa e tij artistike. Natyrisht u desh të visheshit ashtu si në kohën. Edhe veshja ka një element shumë kryesor, më të them, fëmijët kanë përshtat veshje duke i marrë nga shtëpia, sepse normalisht edhe nuk mundën me gjetë veshjet si kur kanë në film, nuk mundëshim i gjetë dikon po një dhej, por i kena përshtat në atë mënyrën tonë, sepse edhe këtë të ngjashëm me aktorët e filmit, sigurisht që nuk mund të ishin. Kena dhënë ton kontributin ton, sepse çdo familje shqiptare ka një element vjetër të historisë edhe pse jo, i kena mbledh ton bashkë dhe kena Për shembull, për shembull, vajzat Marigoja ka pas disa pjesë të veshjes që janë marrë nga vetë Marigoja, kena marrë atë buken që është dhënë të një pjesë e filmit, flamuri, të djemt kanë kënë kapelet, veshja, paltoja. Jeni përfshirë vetë nxënësit, natyrisht duke bashkëpunuar me mësuesit, ka qenë një ndjesi e veçantë, apo jo, Alkea? Po, patjetër, ka një ndjesi shumë e veçantë për me bërë një film kaq të madh, me ato figura shumë të rëndësishme të historisë të Shqipërisë, edhe normal që të besu një rol kaq të rëndësishëm, është një përgjithësi në veti, është një kënaqësi në veti edhe. Ndërkohë, unë do thosha që elementet tjerë të filmit, natyrisht skenari, zbërthimi i roleve, veshjet, vendet ku ju keni gjetur për të xhiruar, apo jo, profesoresh, grimi, dritat, kamera, si u mësuan të gjithë këto elemente tek nxënësit dhe interpretuesit e këtij filmi? Ne fillimisht vendin e zgjollëm me muzeun, duke qenë se ai ne përshtatej tamam edhe për xhirimet e filmit, edhe normalisht sjallim pak atë lashtësinë.
Edhe këto gjerasin falenderoj në fakt edhe drejtoreshën e muzeut kombëtar Sukuga, po zonjën Amila Gjureci, për mbështetjen dhe hapësirën që na dha për me xhiru në këtë skena. Besoj se fëmijët janë komportu mirë, si me kamerën, po ashtu pavarësisht backstage-eve dhe dublave, herës pas hershme që kanë balle, po ashtu ja kanë kaluar edhe shumë mirë. Por besoj nuk ka pas një gjatë vështirë, jena mundu me ndaj afër, me i ndihmu për çdo gjë. Alkeja ke marrë pjesë edhe te grimi ndoshta. Po. Ishte argëtuese ndoshta, por edhe me shumë përgjegjësi. Normal, grimi është minimalist sepse në atë kohë nuk është se ka pas një grim shumë të madh siç është sot, edhe në përshtatje me kamerën për të sjell atmosferën atyre viteve. Po, edhe shumë me vu shumë grim. Nuk u përshtaten ndoshta me atë pjesën e dikurshme, kështu që jena mundu pak me i badhe, me kanë sa me pru diçka shumë natyrale. Kam parë pjesë nga filmi, bukur, shumë bukur keni realizuar, unë do thoja si një spektator, si një ndër spektatorët, por e veçanta është se ju e keni sjell në mënyrën tuaj, duke realizuar, për shembull, një nxënës se si e ka realizuar figurën e Ismail Qemalit, apo të Boletinit, apo Maringoja. Pra, janë nxënësit dhe figura, janë si thuash, që ecin paralelisht në realizimin e këtyre pjesëve filmike, apo jo? Po, patjetër. Si shkuan xhirimet? Mundem me thonë që ne kena ndaj në xhirime 3 orë, me fëmijët, sepse normalisht kanë edhe vështirësitë e veta, nuk mundem me thonë se a diçka thjesht, sepse edhe për ta ishte eksperiencë e parë, gjithashtu edhe për ne në fakt, e morë me si sfidë për të realizuar këtë gjë të bukur, por produkti final besoj ka kanë shumë mirë. Po ju shumë shpejt e keni realizuar me 3 orë, është me 3 orë, po kanë gjithsej 7 sekuenca, po thonë 7 fragmente, sepse filmi është pothuajse 2 orë, ne zgjollëm shumë më pak. Por edhe duke qëndru Keni bërë shumë dubla? Te disa pjesë po, sepse nuk delte diçka mirë, ose një defekt, ose një harresë vogël e atij skenarit. Ndërkohë që ndërmjet tyre ka dhe kujtime të bukura, natyrisht pak humor për të realizuar kur një djalë i ri 16, 17 ose 18 vjeç thot që ne tashmë jemi në moshë, apo jo, duket sikur i bin në një farë mënyre një lloj diferencë me jetën e tyre, apo jo? Kishte edhe gjëra interesante gjatë xhirimeve? Po, shumë gjëra interesante, të drejtën, kena një grup shoksh, mund të them, që shkojmë shumë mirë. Ne tonë të shkollë shkojmë mirë me njëri tjetrin, por edhe të pjesa gjatë provave që kena bën shkollë, kena rrjedhë më shumë njëri me tjetrin, edhe ka pas mjaft momente humorit ose momente të qeshuna që kena shku edhe Kush ishin ata që, me emra natyrisht, ata që interpretuan pikërisht këtë film? Atëherë në rolin e Ismail Qemalit, ne kemi përzgjan nxënësin Reinald Nika, ndërkohë gjejmë rastin t'i falenderojmë. Në rolin e Isa Boletinit, kena përzgjan nxënësin Jurgen Halili, në rolin e Marigos, Keisa Kaçobela, në rolin e Luiç Gojakuqit, Sergio Marko, dhe pastaj kena pas edhe pjesën tjetër të nxënësve figurant. Edhe gjithashtu më sarë edhe rolin e djalit të postës që ka qenë Gabriel Guarleci. Ndërkohë, këto janë nxënës që i keni aktivizuar edhe në aktivitetet të tjera, apo këto ishin zbulimi i këtij aktiviteti? Mundem me thonë që janë zbulimi i këtij aktiviteti. Ne si shkollë dhe si staf përpiqena me aktivizu të gjithë nxënësit në projektet tona. Jo gjithmonë kena një grup nxënësish që zhvillojmë projektet, por mundonat kena të shpërndani, që gjithë njihen mirë, që gjithë t'jenë të lumtur, po thona, edhe normalisht dalin pastaj edhe diçka e bukur. Si është ndjerë më pas produkti tek pasi është realizuar, çfarë ndjesish kanë pasur pikërisht ata që e realizuan nxënësit më së shumti? Ka një ndjesi shumë e mirë, sepse më pa një diçka që është sjellë shumë bukur, për mendimin tem është bën një skenim shumë mirë, realisht, edhe për herë të parë kena pas pjesën më të tonë, ishte realisht një ndjenjë krenariet për veti që ishte një figurë, kena pas disa figura shumë të rëndësishme, shumë të mëdha historike, dhe mi sjell mirë, është
një knajtësi. Ju e keni parë pastaj në rrjetet sociale, si e keni ndjekur këtë produkt, të film? Si është ndjekur? Ne në fakt filmin e kena shfaqur edhe tek shkolla, edhe fëmijët edhe po ashtu pjesëmarrësit e kanë pa. Pastaj kena vendosur edhe pjesën e backstage-eve, pjesën e prapaskenave, që cilëshin po thona edhe pak humor mas tanë se punë serioze që... Besoj se keni marrë mjaft vlerësime, apo jo? Po. Po prindërit, si kanë reaguar? Po flasë për prindët e mi personalisht, kur kanë pa filmin që ne kena bë, janë kënaqur të e pa dhe ka thënë që na kanë sjellë të njëjtin emocion me filmin tamam, sepse edhe më shumë nga që jeni aty edhe keni pas një përkushtim shumë të mirë për me po diçka. Jam e bindur, Elkea, se kjo do të mbesë në jetën tuaj si një ngjarje shumë e veçantë dhe e bukur, sepse pikërisht në moshën tuaj shumë ngjarje qëndrojnë gjatë si një kujtim i bukur gjithmonë i afërt. Është mosha që hedh hapa, është mosha që ngulit shumë ndjesi, është mosha që në këtë rast përkon duke përkuar edhe me një subjekt kaq të dashur siç është kjo faqe e ndritur e historisë së Shqipërisë, besoj se të mbetet pa harruar. Normalisht që ka me mrit një kujtim shumë i bukur, edhe sa herë të kujtojmë gjimnazin ka me urisjell ky moment. Besoj ka me ka një kujtim për gjithë nxënësit, sepse aktivitete siç mund të jenë koncertet e ndryshme apo ekspozitet janë gjëra që bëhen në çdo shkollë dhe bëhen ndoshta për çdo vit, ndërsa këto xhirime dhe pjesë të filmit janë pak më të rralla. Kështu që besoj për ta ka me mrit një kujtim. Ju përmendet edhe aktivitete të tjera, profesoresh Seriana. Keni realizuar edhe një ekspozit pikërisht në kuadrin e festave kombëtare. Ne përzgjollëm që të vishëm me 2 aktivitete, me 2 projekte. Në fakt, bashkë me klasën e 10 dhe të 11 të shkollës tonë, ne bëm edhe një ekspozit fotografike me një temë të lirë. Në fakt, nuk vendosëm diçka specifike, lame në dorë nxënësve për të zgjedhë dhe për të bërë fotografik. Nxënësit kanë fotografu pjesë të qytetit të Shkodrës, po ashtu edhe të jetës, po thona, në qytet. Fotot kanë qenë bardhëzi, po ashtu edhe me ngjyra. Mund të them që kanë qenë punime shumë të mira. Ne gjithashtu dhamë edhe 2 vlerësime, 2 çmime në fund fare për nxënësit që kishin punuar dhe kishin sjellë fotot më të mira. Janë 2 vajza, apo një vajzë dhe një djalë? Mund t'i përmendim dhe me emra? Patjetër, Pierita Camaj edhe Damiana Kulla. Çfarë kishin zgjedhur ata, të fotografonin qytetin në tërësi apo detaje të veçanta të jetës? Njëra ishte një foto në fakt të asaj që shohim ne çdo ditë qytetit, ndërsa tjetra ishte një foto pak më artistike. Mund të them që ishte deri diku një foto shprehse, një foto që flet, përcjell një mesazh, përcjell një emocion, kështu që. Ju e keni të hapur përsëri ekspozitën në ambientet e shkollës, është ndjekur ajo patjetër. Patjetër. Dhe ndoshta inspiron për të tjera veprimtari, jo vetëm të kësaj natyre, por edhe në aktivizime të tjera. Çfarë vendi zën veprimtarit në gjimnazin Skutari? Atëherë mundem me thënë që ne për çdo muaj mundohena me sjell diçka, edhe kur kena festat caktume, me kriju diçka ndryshe, që tjetë edhe veçantë normalisht, tani edhe në prek të festave të fundvitit, po mendojmë të sjellim 2 projekte, edhe shpresojmë na dalin mirë ato që ne kena në me organizu. Si fëmijë në parim kryesor kena mësimet, absolutisht, por jo gjithmonë duhet mësimet në një fëmijë, adoleshent, kena nevojë edhe për pak hapësinë apo pak kohë që muar këtu realisht, edhe gjimnazion Skutari e ofron këtë mundësi, na jep një hapësinë shumë të mirë që ne me kenë sa më të lirshëm sepse kena kaluar edhe një kohë të bukur, kohën e pandemisë. Pandemia ju ka vështirësuar paksa në realizim? Unë me thënë po, si në çdo shkollë. Si po e vëjoni mësimin? Ne aktualisht e kena mësimin me një turn, duke qenë se kena hapësira të bollshme, edhe për fëmijët normalisht për numrin e fëmijëve, kështu që për momentin jeni si një familje ku çdo ditë pyesni për shëndetin, por edhe për mbarvajtjen dhe vijimsinë, apo jo? Po. Besoj se duke ndalur në këtë veprimtari, ose më saktë në këto veprimtari, që gjimnazi Skutari, unë mendoj se u ndalëm tek ajo gjë që mbjell pikërisht në formimin
e nxënësve të rinjve, aktiviteti, veprimtaria, cilësia e saj, ajo që mbetet dhe që ndërton më pas shumë çka në rrugtimin e këtyre nxënësve. Duke qëndruar pikërisht në këtë kënd të bukur të veprimtarisë së gjimnazit jo publik Skutari, me realizimin e një filmi, hapjen e një ekspozite, por edhe veprimtarive të tjera që ecin krahas procesit mësimor, ne u ndalëm në jetën e këtyre nxënësve dhe për kushtimin e mësuesve dhe stafit pedagogjik. Dua t'ju falenderoj shumë për këto produkte tuaja, për ecurinë tuaj, duke ju uruar suksese dhe mbarësi gjithmonë. Ju falenderojmë gjithashtu. Ishte shumë kënaqësi që sot ishim në studio me Seriana Uruçi, mësuese në gjimnazin jo publik Skutari dhe nxënësen e këtij gjimnazi Alkea Ara. Faleminderit. Faleminderit juve.